Geraldina Kola, doktor, çfarë do të thotë ky bashkëpunim i Ramës me Vučić dhe ç'do të thotë antarësim në BE pa të drejtë vetoje? Mos kërkojnë të lënë Kosovën jashtë? Ky është një platformë, kjo është një urdhër që Rama mori nga Aleksandar Vučić, patroni i tij, i cili ka dosjen e Ramës dhe çdo gjë për ta mbajtur siç e mban argat. E vërteta është që edhe ajo pa të drejtë vetoje nuk është vetëm aq. Por po t'i vesh re, këta kërkojnë tregun e lirë. Pra ky kërkon, Aleksandar Vučić kërkon Ballkanin e hapur, sepse Ballkanin e hapur, që ta dini ju, ja kundërshtoi në mënyrë të prerë. Ja kundërshtoi në mënyrë të prerë në Bashkimin Evropian, kur u bëhe qartë se ai përfundoi në një aleancë serbo-macedono-shqiptare. Aleancë trilaterale. Dhe atëherë Edi Rama që tha zgjidh këte ose këte. Por ata kthehen prapë në vendin e krimit me këto kërkesa. Pra shikoni se ku shkon dhe ku përfundon ëndra shekullore europiane e shqiptarëve me Edi Ramën. Nuk ka nevojë të kemi veto, po kërkojmë vetëm këtë. Një lloj pra kërkon Ballkanin e hapur. Kjo është thelbi i kërkesës së tij, sepse për pushtetin e tij, ai është i aftë të bëj gjithçka. Mos harroni se fortuna për Edi Ramën është vetëm në fillimet e saj, apo kryengritja paqësore është në hapat e saj të para, reagimet e fuqishme ndërkombëtare janë dhe ato në hapat e parë. Mund t'u them ju, miq tanë që pritem këto ditë çfarë na thanë, ne jemi të shokuar nga këto që ndigjuam dhe konstatuam në këtë vend. Ndaj dhe Edi Rama prisni çdo vendim mund të marrë për të shpëtuar, por i mbyturi është i pa shpresë dhe ne do ta çojmë atë ku e meriton, aty ku e meriton.